Lajmi i fundit: ka eskaluar situata në kuvendin e Kosovës. Time Kadriaj ka gjuajtur Kurtin me vezë. Videon s'po ja qes për arsye që TikToku tanaj po m'jep mosat që më bloku videon, po për reagoj qështu. I posh shumë komente edhe shumë reagimet politikanëve rreth këtij rastit, do më thonë që janë opozit, kishin thonë që qka ka mbjell Kurti tash t'pekor. Por a dini me bo këtë dalim derum? Kurti, kur e ka gjuhe në vitin 2015, Gozin Lëcjelc e ka gjuhe kundër marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë. Masaksisht për asociacionin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes për demarkacionin me malin e zi. Pra, kjo është konë arsyeja se pse Albin Kurti ka bo kësi sen. Po ashtu mos harroj me cek, kur Albin Kurti ka gjujt me vezë, do më thonë, ose ka gjuajt me gaz Lëcjelc, ka gjuajtur për arsye që mos më bo gjykata speciale, që tashti çlirimtarët tonë po dënohen pa drejtësisht në hak. Kur komentoni ose dini të jepni një deklarat, amon ju ku veç kujtoni çdo sene për çka i ka bo Albin Kurti, e për çka i boni sot kjo Time Kadriaj. Kjo Time Kadriaj i boni veç pse me dal kishe mirë para popullit e na shta ngritën e dalin në opozit. Po me këtë sen, këta im shumë vetit shëplak. Sepse kjo nuk është e bo për sen. E Albin Shqiptaria e ka bo për të mirën e këtij venit. E Albin Shqiptaria punon veç për të mirën e këtij venit. Lumë na që e kem. Po ashtu, diçka po du mi thonë, si qytetari kësaj Kosovës tonë të dash, si mbështet i Albin Shqiptaris. Mos e qëni venin zxedhje se kena mi ullon 18 keni pas një parti, kena mi u pru 10 deputet.